Kryeministri Edi Rama ka ripërsëritur deklaratën e ministrit Enea Karakaçi, ato të paketës së maleve, që do i shtohet një projekt i quajtur Porta e Alpeve. Porta e Alpeve, sipas kryeministrit, përbën një ndërhyrje të drejtë për drejtë me një investim për 100 milion eurosh, i bashkëfinancuar nga qeveria dhe Banka Shqiptare e Investimeve. Rama shtoi se ky projekt ka për qëllim zhvillimin e mëtejshëm të turizmit me fokus turizmin malor. Në këto javë, në këta muaj, po flitet për paketën e maleve. Natyrisht, kur them po flitet, kam parasysh vetëm çka themi ne për të informuar publikun dhe mbi gjitha për të informuar ata të cilët shikojnë nga Shqipëria dhe të shirojnë që të investojnë kursimet e tyre në tokën e të parëve apo në rindërtimin e një shtëpie të vjetër të gjyshërve mes maleve, por edhe flitet nga shumë kush që si gjithmonë dhe për gjithçka deformon, devijon e kështu me radhë. Por nuk është kjo përmbajtja e këtij shënimi, por është ajo çka i shtohet paketës maleve si një projekt i quajtur Porta e Alpeve, që përbën një ndërhyrje të drejtë për drejtë me një investim masiv prej 100 milion eurosh i bashkëfinancuar me Bankën Evropiane të Investimeve për zhvillimin e mëtejshëm të turizmit me fokus turizmin malor.